Se më thonë një fancy BMW-s. Tjetër ndjesi ka, vërteta manuale. Shive sa ka qenë grilla dikur e BMW-s, tash janë bo kaq. Kena ko pa hec në fakt, me manuale. Kjo është M62-shi të uja, 4.4 aspirato vërtet, green over 10, që e thunë, janë ca faqe që vetëm këtë lloj kombinimi është ndër më të mira që mund të ekzistojë, ky lloj. Kabinë e mirë, edhe të kthem mbrapa në kohës, kjo është era fundit që keni pa makinë me kasetë, sleeper, tamam. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në videon e radhës, sot kemi makinë shumë veçantë që nuk besoj se u gara ma e pa nëpër rrugë. Është seria 5 E39 që mund t'jetë ndër serit më të mira të serisë 5, po kjo është 520 CI me portobagazh manuale, me këtë ngjyrën Oxford Green Metallic, shumë e bukur, shumë e veçantë. Është majtë origjinale, si janë ndru asgjë, to disqet 16-që, po shumë bukura që i shkojnë kësaj makine me profil 55. Kjo ka kombinim bukur, në fakt për të tregoj që tashi, se ka Oxford Greenin, po me ngjyrë kështu bezh mrena. Green over 10, që e thunë, janë ca faqe që vetëm këtë lloj kombinimi është ndër më të mirat që mund të ekzistojë, ky lloj. Se me të zezën ka plot, po kështu janë më të veçantat. Mrapa është amortizator me ajër, edhe këto i kanë pas opsionale. Kjo është e 99-s, është versioni facelift, ka pas edhe pre-facelift, te motori nuk është se ndryshojnë shumë në fuqi, 286 kanë, po tork ka më shumë ky. Ky është me vanos, ka 440 Nm, por do shohim dhe motorin. Te mrapa kjo është origjinale, s'është preka si gjo. Ka hapësirë, ka qenë si sleeper, M5 nuk ka pas kjo gjenerat me portobagazh, kështu që kjo ka qenë më e shpejta e mundshme që mund të merreshe te E39-tat me portobagazh. Ka pas sa versione Alpina, po me portobagazh jam i sigurt se ka pas edhe si ato, B10, B10C. Tash në profil E39-ta është si dizajn klasik, po edhe modern. Ka 30 vite që është dizenjuar dhe prapë ngjaj e bukur. Nga gjithë ma si seria 5 më mirë, se E60 që doli më mrapa, fillim që kritiku shumë, tash edhe ato ngjajnë bukur E60, po për kohën ka qenë kritiku, kurse kjo i ka ato linjat perfekte, që kur ka dalë edhe deri më sot. Tu përpara, shive sa ka qenë grilla dikur e BMW-s, tash janë bo kaq, sa gjithë Turini, tash këtu kanë qenë tamam klasike e të bukura, tash i vetëm i kanë zmadhu, i kanë rrit, i kanë bo me drita, me gjona, kjo është perfekt. Kjo është future klasik që tash është bo kjo klasike në fakt, se janë shumë të ralla. Tash në Europë për momentin që ky model 3 copë ishin total në shitje, është shumë makinë e rallë. Tani ta shohim edhe motorin. Kjo është M62-shi të uja, 4.4 aspirato vërtet, 286 kuaj fuqi edhe 420 Nm tork. Është përdor në disa modele, po këtu ka qenë më i modhi që mund të merreshe pa shku te M5, ajo ka pas 4.9 vërtet. Sa e shajnë si motor, po për të qenë motor i mirë ka dalë, nuk ka dalë motor i keq. To versionet më vonë kanë pas raste që mund të kenë pas probleme, po është përdor edhe te Range Rover në fillim. Te Vogu, 4.4 që ka qenë si ky, pastaj patën kalu te Jaguarit, model Jaguari ato. Po është e rrallë, nuk është se gje shumë seria 5 me portobagazh, se pa portobagazh gjen 540. Tash ta shohim edhe interiorin, që është pjesa shumë e bukur e kësaj makine. Rrëmesën ka druni, është në ngjyrë bezh komplet, se dilet me memorie, se dilet elektrike me përthyrje. Këto më pëlqen ke BMW, e ka pas opsionale, normal ke edhe seria 7 që si kanë. Kjo i ka, timonin multifunksional, normalisht edhe elektrik, manuale 6 marshe, si me pesës. Saj si është ndrugjo, as si është bu ekran, as si gjo, ka këto të klimës tu, të audios. Nuk ka bagjo, ka qenë opsionale edhe kjo. Me telefon, është kabin shumë e pastër, për kohën ka qenë ndër më të mirat, më avancuar me kohës. Me kondicionere këto të gjitha, me airbag, ka të gjitha gjona që ka pas, nga crosscode klasik që kanë pas BMW-t. Të kthem mrapa në kohë, po jo si muaj këto gjonat moderne, frenat e dorës si duhet jenë. Normal me këte të radios, se s'ka Bluetooth kjo, se dilet me ngroje të dyja, shumë me veçantë. Është e lehtë për tu rehatu, kjo se ndilet shumë të rehatshme, shumë e rehatshme. Kabinë e mirë, edhe të kthem mrapa në kohë se janë bot djetra, këto nuk i shef shumë në për rrugë. Ka dhe këte CD-ve dhe këtë me kaset. Kërë është era fundit që keni pa makinë me kaset, shumë e veçantë. Ta shohim edhe mrapa.
Duhet mi përmend dhe xhamat elektrik, se në këtë periudhë gjysma makinave mos më shumë i kanë pas me lev. Ka këtë cigares tu, merr venta edhe mrapa, shumë e bukur. Ka këtë rjetën tu. Në mes këtë. Ke hapësirë edhe për kokën lartë sa të dush. Veni i lezetshëm është, veni i rehatshëm për të net. Në ato vite ka qenë makinë që ishte sportive dhe familjare, i kishte të gjitha. Shumë e mirë. Në zorë pres ta provoj. Tani do morim xhiro 520. Sa poshtë i rika kjo? Limiti. Kena kohë pa hec në fakt me manuale, po ta shohim. Është makinë e veçantë. Këto makinat e kësaj periudhe dhe timonin e kanë mod forte, dallo, tamam. Se qa është të bo, gjina për kohën si ka qenë kjo sleeper, tamam. Tjetër ndjesi ka vërtet dhe manual, se kjo është edhe motor që ka tork, nuk është i ngadalt. I gjiren goma dhe me dy një. E dallo shpejtësinë, se ndro marshet vetë, normal. Ndro marshet vetë e dallo shpejtësinë më shumë. Shumë e lezetshme, shumë makinë e mirë. Kjo ka 250.000 km, me full liber shërbimesh full, të bo me kreta. Shumë e rehatshme kështu. Ka dhe gomat me profil të madh, mrapa amortizator me ajër, dhe testojmë dhe këte në shpejtësi, se si është. E shpejt është, llogarit për kohën 99 se e shpejt ka qenë, se tani janë bo gati kreta të shpejta, por motor aspirato, manuale, goxha mirë. Shumë qetë punon këj motori, se një gjo fare, shumë e rehatshme. Kanë pas edhe versionin sport, me amortizator pak më të fort, vërtet është po, e një gjo pak zhurën, po jo, punon qeti, i pas forcum. Shumë rak, për të bo rrugë gjata, kjo është perfekt. Nëzej së për. Ka dhe tork, ja për shembull, 2000 ca xhiro. Kjo ka pas rival 210 që në benzin, E430 që ne e kena bo në fakt. E430 që kena bo, ka bo një 2-3 vjetë tashi, ndurës jo me portobagazh ai, ka qenë tamam, jo se 210, W210. Për punë fuqi aty kanë qenë, po kjo është më e shkathët normal BMW-ja, po benzi ka pas dhe 55-shin që e ka pas në portobagazh. Kurse kjo s'ka pas më 5 në portobagazh të kjo General, e pa të nxjerrë të E60 dhe E61-shin. Po benzi s'ka pas manuale, kurse BMW-ja është mundu me i majtë gjallë. Alastat mundesh me morë më tresh manual. Kështu që nuk është për ta shajt BMW-n, se je fan si makinave, do jesh dhe fan si BMW-s. S'mund t'jesh veç fan si Benzit, ose fan si Audit. Duhet me vlerësu makinat ashtu si që janë. Ate që e ka, s'mundesh me ja heqti. Kanë, të makinat manuale kanë atë. Je më i lidh. Edhe kur s'është performance, më i lidh me makinën. S'bo zhurën fare. Se më thonë një fan si BMW-s. Tashi, ja pra, manuale, 500 asmë nuk është. Me 6 marshë manuale, Benzi s'ka pas fare, i ka heq manuale dy hy. Dhe vëtetat. Audi ka pas A6-ën, 4.2, Quattro, s'ka pas performancën e kësaj. 99-ën, ka pas edhe S6 besoj. Audi matë për këtë makinat të portobagazh, e ka fushën e vetë, BMW-ja pak më rrallë dhe Benzi. Nuk janë niveli Audit për këtë kategori makinash. Tashi sot, ai Golf GTI-a kupton, është më i shpejt. Shumë më shpejt. Por, duhet me llogarit kontekstin e kohës, në 99-ën.
Për 99-ën sa e shpejt ka qenë. Për makina performance është majtë për herë BMW-ja, edhe ato i bo më mirë se kreta. Na pëlqe, historikisht i ka bo më mirë. Se cili ka preferencat e veta, po jo me hedh poshtë asaj që merito. Kjo dhe ishte super makinë dhe për daily driver, shumë e rehatshme, shumë. Shpejt edhe. E frenat për kohën mund të kënë qenë mirë, po nuk është se t'japin e konfidencë madhe, sot i kanë përmirësu. Po timoni për shembull shumë i mirë, i holl. Tash i kanë bërë gjithë timonat e trash. Kjo është perfekt. Snihet fare. Me kësaj GT2 se ja kalo kjo. Edhe këti C300 që ja kalo. Shumë makinë e bukur, shumë makinë e mirë, shumë e lezetshme. Future Classic, për mos me thonë Classic që është bo që dashi. Të mos të me për të bagazh shumë të rralla e herë. Kush i ka, është mirë me i majtë, se edhe vlera ka për të rritë, fakt, ose janë lirë edhe që dashi, po besoj edhe do rritet. Shumë e lezetshme për tet, shumë e rehatshme, shumë motori mirë, i përgjithshëm, punon shumë qetë, të performancës janë ajo e M5-s 4.9 që normal që të jetë më i fuqishëm edhe më i mirë në ngjyrat larta, sidomos ka më shumë ngjyra ai. Po prapë shumë e mirë, edhe kamerën manuale shumë e mirë. I lidh me makinën edhe e shio. Edhe pse kjo nuk është makinë për të bërë gara, prapë e ka atë veçantinë e vet që s'ta japin gjithë makinat, sidomos sot me tjerë. Timoni shumë i drejt për drejt, po edhe që në dizajn shumë mirë. Kur e ma, më i holl, tash i kanë bërë gjithë trash të mës. Se di si është duk ju, a do kishit zgjedh te, do kishit zgjedh S6-ën, apo do kishit morë E55 me për të bagazh. Më thoni në komente, nëse keni S6 ose E55, më thoni të bëjmë review. Shpresoj të ketë pëlqyer video edhe shihni videon e radhës. Mirupafshim.